Gjithçka është shkatruar në këtë rrugicë të lagjes Bajër në Mitrovic. 2 vite më parë, shqitja e dheut e ndryshoi përfundimisht jetën e banorëve këtu. Shtëpit janë shembur, toka është vendosur deri në 3 metra dhe pamja sot ngjan me një skenë pas një fatkeqësie natyrore. Banorët tregojnë se kjo rrëshqitje i detyroi të largohen nga shtëpitë e tyre, të cilat tashmë janë të pabanueshme. Dëmet janë të mëdha, llogaritet se vetëm 6 shtëpi të shkatruara dhe toka kanë vlerë prej 1 milion eurosh. Prej 2 vitesh, këto familje po jetojnë me qira. Thonë se kanë shpenzuar mijëra euro nga xhepi, sepse shtëpitë e tyre nuk mund t'i përdorin më. Por ajo që i ka zhgënjyer më shumë është mungesa e ndihmës nga institucionet. Sipas tyre, qeveria nuk ka ofruar asnjë mbështetje, ndërsa komuna e Mitrovicës ka ndarë vetëm nga 10.000 euro për familje, shumë larg nevojave të tyre. Kjo zonë është shpallur zyrtarisht e pabanueshme. Banorët nuk dihen të sigurt të kthehen e as të ndërtojnë sërish këtu. Ata kërkojnë që zona të shpronsohet dhe shteti t'u ofrojë tokë dhe shtëpi në një vend të sigurt.